Këto deklarata unë nuk i marrë shumë afër zemrës, ka herë bën këto deklarata ndoshta edhe për të arritur pazarin që thojë tek neve, këtë çmimin. Por ajo çfarë duhet lexuar në këto deklarata të tyre është testi që po ju bëhet këtyre zotrive, liderëve politik në Kosovë, po shifet se për këta nuk është jetike shteti, por interes crucial mbetet pushteti dhe realizimi i objektivave të tyre pastaj që lidhen me pushtetin, por jo shpëtimi dhe mbajtja e shtetit. Se sikur të mendoni në këtë drejtim, unë besoj se ka alternativa për mos me kriju një qeveri jo stabile që do të na çojë në zgjedhje për një kohë shumë të shkurtë. Unë mendoj se është dashur të mendohet për një qeveri që stabilitetit, një qeveri gjithëpërfshirëse, e cila nuk do të kishte afat kushtetues, por do të kishte afat programor.